Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Para se të lani rrobat, hidhni pak nga ky përbërës në lavatriçe dhe do të mbeteni pa fjalë. Të gjithë i kemi bezdi rrobat e bardha të kthyer në gri dhe vazhdimisht përpiqemi të gjejmë mënyra efikase për të hequr njollat dhe për të rivendosur ngjyrën e tyre origjinale të bardhë. Por fat të keq, shumica e produkteve që përdorim zakonisht për të larë rrobat nuk arrin të sigurojnë efektet që dëshirojmë. Megjithatë, ekziston një sekret i cili mund t'ju vinë në ndihmë më shumë se sa e mendoni. Me sa duket, një pilulë e zakonshme aspirin mund të jetë tepër efektive për heqjen e ngjyrës gri dhe njollave nga rrobat e bardha. Ja se çfarë duhet të bëni në këto raste. Duhet të shtoni 300 mg aspirin, 2 litra ujë të nxehtë dhe zhysni në ujë edhe rrobat që dëshironi. Lini rrobat të qëndrojnë në ujë gjatë gjithë natës. Në mëngjes, vendosni rrobat në makinën larëse dhe shtoni disa aspirina të shtypura përsëri dhe lani rrobat si zakonisht. Kjo procedurë nuk do të dëmtojë copën e rrobës, por do të hapë papastërtitë, ndryshe nga zbarduesit komercial. Do të ndihmojë në rikthimin e ngjyrës natyrale të rrobës suaj dhe do ju ndihmojë që të keni gjithmonë rroba të bardha. Rrobat e bardha kanë tendencën për të njollosur më shumë dhe më lehtë, se çdo lloj substance që vjen në kontakt me rrobën tuaj, pasi përdoret shumë, tashmë fillojnë të shfaqen edhe ngjyrat e verdha. Për të zbardhur rrobat tuaja, ne pothuajse gjithmonë përdorim kimikate që janë edhe në shesh dhe në treg, veçanërisht ato që përmbajnë shtesa të larta të klorit, dhe kjo mund të jetë zgjidhja më e mirë për të rimarrë ato tone të bardha dhe të pastra të rrobave tona. Është e vërtetë se çdo produkt funksionon në mënyrë efektive dhe mund të jetë një zgjedhje më e thjeshtë për të zbardhur rrobat tuaja. Megjithatë, kimikatet e përdorura në këto nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë mjedisin. Për të parandaluar edhe aksidentet me produkte klori dhe të zbardhni rrobat në mënyrë më miqësore me mjedisin, atëherë do të ndajmë disa truke pastrimi me produkte natyrale që ju mund t'i merrni në konsiderat për të hequr qafe edhe ngjyrën e humbur të rrobës së bardhë dhe për t'i rikthyer gjithashtu shkëlqimin e munguar atyre. Një produkt shumë i mirë për të përmirësuar edhe dukjen e rrobave tuaja është edhe përdorimi i uthullës së bardhë. Përveç se të qeni një produkt që ndihmon në heqjen e njollave dhe papastërtive, uthulla e bardhë nuk është agresive me plurën dhe i ndihmon ato të zbuten në mënyrë që të mos keni nevojë të përdorni edhe produkte të shtrenjta. Ja si ta përdorni atë. Shtoni 1 deri në 1 filxhan e gjysmë uthull të distiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe lani atë si zakonisht. Nëse veshja juaj ka një njollë në qafë, nën sjetull ose në zona të tjera, aplikoni uthull në zonën e prekur dhe e lini të veprojë 1 orë para shpërlarjes. Kështu do të keni edhe rezultatet e shumë pritura. Bikarbonati i sodiumit ose soda e bukës gjithashtu mund të japë rezultate fantastike për të rikthyer ngjyrën e humbur të rrobave të bardha. Është një produkt që, përveç të qenë shumë i lirë, vepron thellë në rroba duke eliminuar gjithashtu njollat dhe duke siguruar butësinë e rrobave tuaja. Por si ta përdorni atë? Shtoni gjysmë filxhani sodë buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni një larje si zakonisht. Mos harxhoni të ndani gjithashtu edhe rrobat e bardha nga ato me ngjyra. Në pika të mprekta aplikoni direkt përzierjen me lëng limoni dhe sodë buke. Kështu do të riktheni ngjyrën e humbur të rrobave tuaja. Peroksidi i hidrogjenit gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e mirë për të rikthyer ngjyrën e rrobave. Peroksidi i hidrogjeni është një nga produktet që ndihmon në zbardhjen më të kujdesshme të veshjeve, sepse ai nuk përmban edhe shtesa të mëdha të klorit. Por si ta përdorni atë? Një larje normale, shtoni gjysmë gote peroksid hidrogjeni 3% me detergjent normal. Gjithashtu mund të aplikohet direkt në njollat tuaja. Kështu rezultatet që do të keni do të jenë fantastike në rikthimin e ngjyrës së rrobave tuaja. Edhe lëngu i limonit është një alternativë mjaft e çmuar. Lëngu i limonit është një astrigent natyral që pastron thellë, heq të gjitha njollat pa pastërtitë që lënë edhe rrobën tuaj më të freskët dhe më të bardhë. Por si ta përdorni lëngun e limonit për të rikthyer gjithashtu ngjyrën e humbur të rrobave të bardha?
Mbushni një tenxhere me ujë me feta limoni, derdhni një qiban dhe pastaj thithni rrobat për 1 orë dhe përpara se t'i lani rregullisht. Një alternativë e mirë është përgatitja e një zgjedhje sapuni, një lugje dhe krip dhe lëngu i 2 limonave. Thithni rrobat në këtë përzierje, pastaj i thani në diell dhe kështu rezultatet do të jenë fantastike. Qumshti gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për të rikthyer ngjyrën e bardhë. Ky përbërës i natyrshëm ndihmon për të kujdesur për rrobat dhe ai ndihmon edhe në zbardhjen e tyre. Rekomandohet sidomos për veshje delikate ose ato të pambukut, por si duhet të veproni në këto raste? Thithni veshjen në një tas me qumësht, e lini aty për disa orë dhe e lani atë si zakonisht. Është e rëndësishme përdorimi i këtyre alternativave në kushte shtëpie, pa përdorur kimikate të shtrenjta që do të rikthejnë kështu ngjyrën e humbur të rrobave tuaja dhe do t'i bëjnë ato të duken edhe më të bukura. Sigurisht përdorimi i këtyre alternativave në kushte shtëpie do t'i japë gjithashtu edhe rezultate mjaft të mira për rikthimin e ngjyrës së rrobave tuaja. Rezultate të tilla do të jenë gjithashtu edhe më komode për rrobat tuaja më të dëshiruara, duke ndikuar drejt për së drejti edhe në ngjyrën e tyre më natyrale. Por për të mbajtur rrobat tuaja të bardha vazhdimisht, ju duhet të dini këto rregulla. Veshjet e bardha kërkojnë një kujdes të veçantë. Për t'i mbajtur ato në një gjendje më të mirë dhe në një ton më të ndritshëm, duhet të dini këto sekrete për të pasur rroba më të bukura. Nëse kjo ngjyrë është e preferuar për zgjedhjen e rrobave, mos u mbisni këto këshilla deri në fund. Përdorni gjithashtu blashes kimik në rrobat e bëra nga poliester ose në blends prej poliester dhe pambuku, pasi këto mund t'i japin gjithashtu edhe një reakcion kimik në mes të klorit dhe poliestrit, e cila zakonisht shkakton edhe veshje të verdha. Tregoni vëmendje të thellë dhe ndaj ujit që përdoret për larje, pasi ndonjëherë mund të jetë edhe më i turbullt dhe kjo i bën rrobat tuaja më të verdha. Gjithashtu, kur i lani rrobat, i vendosni ato të jenë sa më të lirshme brenda kazanit të lavatriçes. Kështu uji do t'i zbusë ato dhe nuk ka rrezik në errësimin e veshjeve tuaja. Për të shmangur gjithashtu, njollat në rrobat e bardha, nuk përpiqeni ta aplikoni parfume, deodorant dhe kimikate të tjera që mund të shkaktojnë edhe një ndryshim të ngjyrës së rrobave tuaja. Zakonisht të gjitha këto përfundojnë duke krijuar edhe njolla në veshje, gjithashtu edhe vrimat të tyre. Përpiquni t'i thani rrobat tuaja të bardha vazhdimisht në diell, pasi rrezet ultraviolet ndihmojnë për ruajtjen e synimeve të ndritshme të bukura të rrobave tuaja. Kështu do të keni edhe rezultate fantastike në mbajtjen e rrobave tuaja më të freskëta edhe me një ngjyrë mjaft të bukur. Gjithashtu, përdorimi i recetave të ndryshme alternative në kushte shtëpie do t'i japë rezultate fantastike në rikthimin e ngjyrës së humbur të rrobave të bardha. Që të gjithë e dimë se ushqimi me yndyrë, sidomos vera, le njolla të vështira tek rrobat e bardha, si te këmishat ose edhe te bluzat. Por çfarë është më e rëndësishme është se detergjentët e shtrenjtë dhe pastruesit mund t'i heqin njollat, por ato mund të lënë edhe kimikate të dëmshme që mund të bien në kontakt me lëkurën tuaj. Por ka disa truke natyrale që mund t'i bëni në kushte shtëpie për të hequr me lehtësi edhe njollat e vështira. Pra, ju mund të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të zgjedhur disa nga recetat më të mira alternative. Një prej tyre është edhe përdorimi i aspirinës. Merrni një enë me ujë, shtoni disa kokra aspirin të grimcuara në të dhe pastaj zhytni rrobat në një përzierje për rreth gjysmë ore. Pas kësaj, i vendosni rrobat në larje me detergjentin tuaj të zakonshëm dhe në to nuk do të ngelet asnjë njollë. Kështu rezultatet që do të keni do të jenë fantastike dhe mbi të gjitha do të sigurojnë edhe një ndryshim më të mirë në dukjen e rrobave tuaja. Vëmendje. Ju bëjmë dije se këto informacione në këtë video kanë për qëllim të informojnë dhe të mos zvendësojnë atë që duani të përdorni. Prandaj mund të zgjidhni një nga alternativat tuaja më të mira ose edhe atë që mendoni se mund t'ju përshtatet më mirë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen edhe miqtë e tu.